Allahu i lartësuar me mëshirën e tij ka caktuar disa arsye të cilat e bëjnë të lejuar mos agjerimin. Prej këtyre arsyeve është sëmundja e cila e bën agjerimin të vështirë ose të pamundur, kurse sëmundja e lehtë nuk është arsye. Tjetër arsye është udhëtimi në largësinë në të cilën lejohet shkurtimi i namazit, pa marrë parasysh mjetin me të cilin udhëton. Nëse njeriu nuk e ka qëllim me këtë udhëtim të ikë agjerimit. Këta njerëz mund ta prishin agjerimin dhe këto ditë të paagjeruara i agjerojnë më vonë. Por nëse njeriu ka mundësi, atëherë është më e vlefshme për të që të agjerojë në ditët e Ramazanit. Arsye tjetër është pleqëria e cila e bën agjerimin skajshmërisht të vështirë. Plaku që nuk mund të agjerojë, si dhe i smuri që nuk pritet të shërohet, duhet të paguajnë për mos agjerim, duke ushqyer një të varfër për secilën ditë të paagjeruar të Ramazanit. Kjo rregull vlen edhe për gruan shtatzan dhe gjithënësën nëse frikohen se agjerimi mund t'i dëmtojë ato ose foshnjat e tyre. Sa i përket gruas me menstruacione dhe gruas lehone, atyre nuk u lejohet të agjerojnë dhe kanë obligim të prishin agjerimin dhe të agjerojnë pa aq ditë më vonë.